Njerëzit e pakënaqur njihen me njerë, ata duan të flasin për të tjerët. Njerëzit vën këmbët e tyre kudo, njeriu nuk vjen nga majmuni, por nga pulat. Carlos Ruiz Zafón. Nëse do t'ishte ende gjallë, Darwini do të qeshte më të madhe tani, jo për paradoksin e shakas, por për vitet e kaluara në studimin e evolucionit. Seriozisht, ne mund të fajsojmë mërzinë ose mungesën e interesit në këtë përkushtim të pacip ndaj thashethemeve, por në reflektim, kjo e keqe fsheh një origjinë më të thellë. Pakënaqësinë. Gozhdimi është opiumi i të shtypurve. Pakënaqësia nuk ka më shumë efekte anësore shkatruese se sa droga më rrezikshme në botë. Ajo nuk mbetet e mbyllur në individ, por e nxit atë për të rrënjosur këtë gjendje tek të tjerët, veçanërisht tek ata që janë të lumtur për jetën e tyre, sikur realizimi i tij të ndodh fal fatkeqësive të tjerëve. Njerëzit shohin, dëgjojnë dhe flasin, për fat të keq, shohin keq, ndjejnë pak dhe flasin shumë. Roberto Benigni. Çfarë humbje madhe kohës? Investoni fuqinë tuaj për të siguruar dhimbje kur do t'ju mjaftoj kurimi vetes. Gjuha është një shpatë mprehtë e aftë për të tronditur dhe dëmtuar këdo, jo vetëm të dobtit. Lajmi mirë është se krijimi një mburoje rezistente është gjithmonë e mundur. Si? Thjesht duke jetuar sikur dikush nuk mund të besonte të gjitha ligësitë që na atribojnë. Mendjet e mëdha diskutojnë idet, mendjet mediokre diskutojnë ngjarjet, mendjet e vogla diskutojnë njerëzit dhe ato çfarë ata bëjnë. Mendjet e vogla meritojnë pak vëmendje sepse thashethemet janë si pickimet e greshtave, ato lëndojnë por nuk zgjasin shumë. Përmes qetësisë në arrim të çarmatosim këtë ushtri sulmuese.